Të nderuar kolegë deputet, e nderuar përfaqësues e UNICEF-it, zonja Patricia Di Giovanni, e nderuar sekretare e përgjithshme e Kuvendit, zonja Cvetanka Ivanova, të dashur fëmijë, të nderuar mediume, më lejoni para se të ndërmerremi foltorin e Kuvendit, të ndaj me ju gëzimin që sot me kolegët e mi jemi bashkë me ju në këtë ditë të bukur, ditën botërore të fëmijës, dhe kam rastin që t'ju uroj mirëseardhje në emër të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe në emrin tim personal dhe t'ju uroj punë të mbarë parlamentare. Më vjen mirë që në këtë jubilej të rëndësishëm, në 30 vjetorin e ratifikimit të Konventit për të drejtat e fëmijëve dhe 30 vjetorit të punës së UNICEF-it, ju e zgjodhët pikërisht Kuvendin si institucion përfaqësues i qytetarëve për të shënuar këtë ditë. A ju jeni qytetarët e arshëm e këtij vendi dhe kjo seancë e sotme plenare është mundësi për informimin tuaj për atë se cili është roli i dhomës ligjvënëse, cila është fuqia e ligjeve që votohen këtu dhe sa i rëndësishëm është roli mbikëqyrës që e kanë deputetët e zgjedhur mbi pushtetin ekzekutiv, respektivisht ministrat që i vënë në jetë dispozitat e shkruara ligjore. Prandaj, është e shkëlqyer ideja të mund të shprehni këtu nga foltorja nevojat, brengat dhe zgjidhjet që ju si fëmijë dhe si të rinj ju prekin dhe i ndjeni drejt për drejt mbi vete dhe mbi jetën tuaj. Para se të shprehni shqetësimin tuaj, dua t'ju siguroj se as ne të rriturit nuk jemi imun ndaj ndryshimeve në për të cilat kaloni edhe ju si fëmijë. Bashkë me të gjithë ne, në këtë kohë të kushteve të ndryshuara për jetë, për mësim, për rritje, në këtë kohë të kanosje serioze për fat të keq edhe ndaj sigurisë së jetës së fëmijëve. Të dashur fëmijë, më vjen keq që si të rritur nuk arritëm të ndërtojmë një botë më të sigurt për të gjithë fëmijët. Botë në të cilën asnjë fëmijë nuk do të jetë i privuar nga ngrohtësia familjare, nga gjumi i qetë në shtëpinë e vetë, nga ushqimi i ngrohtë, dyert të hapura shkollore dhe për kujdeset cilësore shëndetësore kur të nevojitet. Ju jeni përgjegjësia jonë, ndërgjegja jonë dhe ajo që e bëjmë, ajo që ju mësojmë dhe për çka ju japim shembull personal është ajo në të cilën do e shndroni botën edhe ju në të ardhmen. Këtë pasus dëshiroj që ta përsëris.